Mirëmbrëma të nderuar shikues të televizionit 7, është edicioni i lajmeve orës 19:30 në këtë ditë 1 maj, gjithë punëtorëve jo vetëm në Kosovë, por kudo që janë, urojmë këtë ditë dhe urojmë që të përmirësohen sa më shumë kushtet e tyre të punës. Përpara se të nisim me kronika që janë përgatitur nga gazetarët tanë që kanë punuar edhe sot, do ju njoh me disa nga ngjarjet kryesore të kësaj dite. Në vazhdimin e nëntë të seancës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, vetëvendosja nëpërmjet kryesuesit tenton ta ndryshojë metodën e votimit nga i hapur në atë të mbyllur. Për të propozim votojnë vetëm 55 deputet, partitë ish opozitare, të gjitha kundër këtij veprimi. Brenda një zyre të Kuvendit të Kosovës para nisjes së seancës për rreth 1 orë takuan sy me sy, pa praninë e medjave, Albin Kurti e Memli Krasniqi. Nga këto biseda nuk u arrit asnjë marrëveshje. Krasniqi thotë që i tha Kurtit të ndryshoj propozimin, ky nuk pati shumë gatishmëri ta bëjë këtë gjë. Në sheshjen e kryeqytetit, punëtorët e Kekut dhe grupe të tjera të punonjësve dolën në protest për 1 maj. Ata kërkuan kushte më të mira të punës, kurse siç ndodh tradicionalisht, Gërmia është mbushur me vizitorë. Në botë punëtorët ngritën zërin në thirrjen që kjo ditë nuk është fest, por grevë. Një zyrtar policor është arrestuar pasi i njëjti dyshohet se ka ushtruar dhun ndaj një të mituri, i cili është konfliktuar me djalin e tij. Po ashtu i mitur, ngjarja që nisi në pikën kufitare Kosovë-Maqedonia e Veriut, vazhdoi edhe në Kaçanik prej nga vinë të përfshirët. Takimi mes presidentëve Donald Trump dhe Volodymyr Zelensky në Vatikan thuhet se pati efekt pozitiv. Zbutën në raportet mes dyja shteteve, po ashtu konfirmohet arritja marrëveshjes për mineralet. Ky hap shihet si mundësi për përkraje më të madhe ushtarake nga Shtetet e Bashkuara për Ukrainën. Ditën e nisën me një takim që nuk e shohim shpesh, aq më pak pas zgjedhjeve. Albin Kurti e Memli Krasniqi u takuan tet-a-tet për disa minuta në një nga sallat e Kuvendit. Kjo u bë me kërkesë të Kurtit, të cilën e refuzoi kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku. Se çka u fol në takim mes liderëve që nuk kanë shumë fjalë të mira për njëri tjetrin, e tregoi Krasniqi PDK-s. Destinacionin e ka tjetër, por qasjen e njëjtë. Kësaj radhe, sikurse Nikoqirin Albin Kurti, heshtja shoqëroi edhe të ftuarin e tij në takim. As kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, nuk nxorri fjalë nga goja para se të ulet sy me homologun në LVV. Takimi i tyre që u zhvillua prapa dyerve të mbyllura dhe në katër sy, ishte i pari pas fyrjes që kryeministri në detyrë kishte bërë opozitës së deridjeshme. Duhet me i përfaqësu qytetarët që ma kanë dhonë besimin, edhe me njerëz të cilët s'kom qef me nejt. Duhet mu ullë ka njerë. Pse? Së është pa përdesi me thonë, ja, së më pëlqen këj. Ajo, punë e shoqënisë. Unë këtu nuk kom taku dikon për shoqëni, as kom e taku në të ardhmen, kom ardhë me kry detyrën tanë politike. Krasniqi njoftoi se kërkoi nga Kurti ndryshim të kandidatit për kryetar të Kuvendit, mirë po nuk arritën pajtueshmëri. Më pyetët, a mendon se nuk jam i sigurt që e ndryshon sot? Nuk jam i sigurt, së më dha shaj, mu së më tha, po pendroj, unë i thash dush me nru. E me gjase vetmja pik kur këta pajtohen me partinë në pushtet, ishte kur Haxhiu kërkoi që të respektohet Krasniqi gjersa flet. Po. Pyetja fundit, lutem. Mire ko për ndryshe, çka tha, merrja këshillën. Po. Për dallim nga Krasniqi, Kurti nuk u prononcua për media as pas takimit e as pas seancës konstituive. Se takimi nuk pati ndonjë efekt pozitiv, u pa edhe në seancë, tentimi i nënt që të konstituohet Kuvendi dështoi. Kishte një ndryshim të vetëm në takimin e sotëm të deputetëve, ju tha që do të votojë për krye parlamentar në mënyrë të fshehtë. As kjo nuk i funksionoi vetëvendosjes. Ende pa u bërë ora 10 është në ulsen e tij. Pos Besjan Mustafës të LDK-s para kohë vjen edhe kolegu i tij në AAK Bek Berisha, me të cilin komunikojnë shkurtimisht. Kështu dal nga dal mbushet salla e Kuvendit, ku këtë enjte erdhi edhe deputetja bosnjake Duda Balje, që i bojkotoi shumicën e seancave të tilla. Kjo në fakt ishte hera 9 që ligjvënësit u mblodhen për të themeluar këtë institucion, por para se të propozojë emri për kryetar, kishte një tjetër propozim. Me qëllim të hapjes rrugë për zhbllokimit
blokimin e procesit, konsideroj që forma e duhur që mund të hapë rrugën për konstituimin është votimi në mënyrë të fshehtë me fletvotime fizike. Lëvizja Vetëvendosje tha emrin e Muratit për antar të komisionit, mirë po PDK-ja e kundërshtoi ashpër këtë ide. As sekretariati s'ka drejt me ndëgju edhe me ju bind kërkesave të paligjshme ju kushtetuese, por votat që si keni të hapun në mënyrë transparente, që doni me i bon mënyrë të msheft. Si jo kushtetuese e cilësoi edhe deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës Hykmete Bajrami. Kjo që po bëni është arbitrare, është shkelje kushtetuese, shkelje rregullores, ndryshimi i mënyrës së votimit në proces, siç u tha edhe më herët, nuk ka ndodhur asnjëherë dhe ne nuk do të bëhemi asnjëherë pjesë e shkeljeve të juaja. As Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk dalloi në qëndrim nga partitë e tjera. Alianca ka dhënë alternativa dhe ju si keni pranuar ato alternativa, andaj do të bëjmë pjesë të juve. Sa për bujqësishit e juve, veç për au kujtoj, zdravo në moza. Sidoqoftë propozimi për votim të fshehtë megjithatë u hodh në votim, por i mori vetëm 55 vota nga 61 sa duhej. Andaj seanca u ndërprej sërish dhe tentativa 10 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës do jetë të shtunën në orën 10. Retirohemi që ta ndërpresim seancën, shihemi me 3 maj në orën 10. Krejt që ka ndodhi në salën plenare duket se veç kontribojnë në acërimin e partive deri dje opozitare. Këta thanë që nuk kanë vot për Albulina Hagjiun dhe pik, si dhe krejt që ka duhet të bëjë lëvizja Vetëvendosje është të ndryshoj të propozuarin. Dështimi sërishëm i seancës konstituive u mësua nga televizori që ka vite në hullën e kuvendit. Pa u bërë as edhe 1 minut nga ky zhvillim, para përfaqësuesve të mediave doli kryetari PDK-s Memli Krasniqi. Nuk ka lënë Albulina Hagjiu. Këto e din zoti Kurti. Unë besoj që e din secili deputet i Kuvendit të Kosovës. Çdo qytetar tashmë, çdo votues i Vetëvendosjes. Nëse se din çfarë ju thonë ne, nuk ka lënë Albulina Hagjiu. Pik. Gjatë kohës sa Krasniqi po deklaruaj para medjave, përfaqësuesit e partive tjera politike po presin e rënd që të japin qëndrimet e tyre. Kësaj nuk munguan as dilema se cili të marrë fjalën pas tij. Lima ju lëshoi rënd deklaratave të Hykmete Bajramit të LDK-s, të cilat kësaj radhe u përqendruan rreth zgjedhjeve të reja. Qytetarët e këtij vendi, në veçanti ata që kanë votuar me shumicë, 42% që kanë votuar lëvizjen Vetëvendosje, duhet ta dinë që jemi duke shkuar drejt një procesi të zgjedhjeve. Tentimin e kësaj të ejte për të votuar në fshehtësi nga AK e quajtën lojë politike. Që s'do të marrim pjesë në këto forma dhe këto ekzibicione që përbën lëvizja Vetëvendosje dhe asnjëherë nuk do të bëhemi pjesë e lojrave të tilla të cilat organizohen. Ndërkohë komunikimet me partinë e tij me Kadria i konfirmoi këtë ejte Duda Balje, e cila u shpreh se nuk ka vot për Albulina Hagjiun. Na kemi takuar me zotrin Ramush Haradinën, por alon nuk kemi vendosur me bashkangjit në grupi parlamentar. Domethënë as unë, as fal. Jo ofert nuk kemi, veç me bashkangjit në grup, por nuk kemi vendosur alo. Unë nuk mund me fol për vetëm Berisha, për veti po, nuk kam vendosur. Ndaj të gjithë këtyre që nuk po votojnë për, pati kritika përfaqësuesi përhershëm për deklarime para medjave nga lëvizja Vetëvendosje. Tashmë është e qartë se kush po bllokon. Pra kemi PDK-n, LDK-n, Listën Serbe dhe AK-n, të cilët pra u deklaruan që janë kundër vazhdimit, kundër zhbllokimit të procesit për konstituimin e kuvendit. Thirrje për më shumë takime, bisedime mes partive politike, bëri pas seancës krejoi nismas Fatmir Limaj. Ani pse nuk ishte i pranishëm në kuvend, i pari i LDK-s Lumir Abdigjiku, i cili ndodhet jashtë vendit, ka reaguar rreth dështimit të radhës së seancës për konstituimin e kuvendit, ku kryesuesi Abni Dehari propozoi votim të fshehtë për kryetarin e kuvendit, duke i cilësuar këtë veprim si arbitraritet të plot. Abdigjiku ka kritikuar Vetëvendosjen më tej, duke thënë se këta të fundit nuk e njohin njerëzorën, as fjalën, as kurrizin. Apo e kuptoni tani sepse me tillët nuk mund të kesh as takim as mirë kuptim. Të takojnë, të mashtrojnë, gjersa të thrasin në takim, jashtë të ofendojnë. Në fund veprojnë në arbitraritet të plot, ka shkruar Abdigjiku.
Edhe organizata që mbikëqyrin punën e kuvendit kanë reaguar për situatën e krijuar me propozimin e ri të vetëvendosjes. Eugen Cakolli nga KDI ka thënë se kalimi në votim të fshehtë në mes të seancës së shkelje dhe cënimi rënd i procesit të votimit. Sipas tij, kjo nuk përbën zhbllokim të situatës, është përpjekje për të kontrabanduar vullnetin e deputetëve, ka thënë Cakolli. Derisa Ehat Miftaraj nga IKD ka shtuar se Dehari s'ka të drejtë të dalë jashtë skenarit të sekretariatit të kuvendit dhe se ky propozim është qasje arbitrare dhe se që e njëjta nuk do duhet të ndodhte. Nuk lejohet votim me votë të fshehtë në këtë fazë. Kryesuesi nuk ka të drejtë të dalë jashtë skenarit të sekretariatit të kuvendit, ka shkruar Miftaraj. Jashtë zhvillimeve brenda në kuvend, gjatë ditës pati edhe një përplasje në distancë mes Faton Pecit të listës Guzo e Gani Gecit antarit të LDK-s. Ky fundit erdhi nga Lausha e Skënderajt për t'ju përgjigjur Këshillës së Pecit që lidhet me mesazhet ku Konjufca kërkonte votën e Marigona Gecit të bijës së Ganiut. Tentimi për konstituimin e kuvendit shtyn Glau Konjufcën që t'ja kërkoj Gani Gecit votën e vajzës. Tregimi kësaj ngjarje më pas në media nuk i erdhi mirë ish kolegut të Gecit në parti, Faton Pecit. Ministre në detyrë dha disa këshilla babait të Marigona Gecit në një deklarim për media. Një mesazh miqësor për zotin Gani Geci, komunikimet që ndodhen edhe me SMS, edhe me thirrje telefonike në politik, nuk është pjekuri politike që të gjitha të shfaqen në opinion edhe në media. Faton Peci tregoi edhe një rast kur Gani Geci i kishte shkruar personalisht atij. Unë edhe me pyet zotin Gani Geci, ai ka dërguar dikuj nga koalicioni Lëvizja Vetëvendosje, Guxha dhe Alternativa ndonjë SMS, ku e ka shpreh do të thotë simpatinë dhe vullnetin e tij që të ketë një partneritet të bashkëpunimit. Fundit apo më herët? Ja, pas procesit zgjedhor. Me të dëgjuar këtë intervistë, Gani Geci mori rrugë për në Prishtinë për t'ju kundërpërgjigjur. Fillimisht unë ndëgjova një intervistë Faton Luçit, Faton Pecit, falë se u habita. E kishte bënë një intervistë dhe kishte thonë që Gani Geci ju ka dërguar SMS. Fakti është se unë jam taku me Faton Pecin në një aeroport Gjermani, jemi ardhur për Gjermani deri në Kosovë. I kemi ndruar numrat e telefonit. Sipas Gecit, qëllimi i Pecit është përçarja familjes së tij. Komenu që ata lista Guxha janë me LDK-n, tash po shihet që ata janë japonjë e LVV-s dhe japonjë Marset Lënezit të Kosovës. Shiku, edhe Udba, edhe tash Faton Luçi, Albin Kurçi, po mënon me përçavlla të Gecit, po kjo do të jetë bërë mund. E respekti për familjen e tij e ndaloi Pecin që të vazhdoi këtë debat në distancë. Unë ju kom drejtu me shumë respekt familjes Geci, kam deklaruar që kam vlerësim e konsiderat për veprimtarinë e tyre dhe angazhimin në rrethona të vështira posaçërisht të pas luftës. Ai më ishte adresuar tash e pash me një ofendim, let mbetet në domenin e gjithë secilit se çysh vendosur dhe çfarë fjalori për zgjedh. Gani Geci kohë më parë kishte deklaruar që vajza e tij nuk do ta votonte një koalicion me PDK-n, derisa kishte lënë derën hapur për një koalicion me vetëvendosjen në rast që vendos kryesia e LDK-s. Flasim tani për 1 maj, ditën botërore të punëtorëve. Në Prishtinë u protestua zbet, megjithatë u kërkua me këmbgulje përmirësimi kushteve të punës për kosovarët. Para fillimit të protestës po bëhen përgatitjet e fundit. Protestuesit po zgjedhin pankartat e preferuara për të kërkuar përmirësim të gjendjes së punëtorëve pikërisht në ditën ndërkombëtare të tyre. Derisa rregulloheshin detajet e fundit, organizatorët nuk ndaleshin duke bërë thirrje. Të dashur punëtor, bashkohuni në protestë. Motoja kryesore e këtij viti ishte barazia, punë e jetë e dinjitetshme. Kjo protestë organizuar nga sindikata Kekut, kolektivet feminist, qendra sociale përpjekja dhe aktivistë të pavarur në bashkëpunim me sindikatat e tjera, kishte këtë qëllim. Paga minimale në Kosovë nuk është për të jetuar, është për mbijetesë dhe shpesh nuk është të mjaftueshme as për këtë. Çdo muaj punëtorët përballen me zgjedhje të pamundura, të paguajnë qiron apo të blejnë ilaçe. Sipas kryetarit të sindikatës së Kekut, në Gjallëmnica protesta është e domosdoshme për shkak të sfidave me të cilat përballen punëtorët. Po, protesta e punëtorëve të Kekut është për ngritje të pagave, marrë parasysh ngritjen e çmimeve pra inflacionin, tregun e punës që krahasimisht me tregun e punës ne nuk kemi paga shumë të ulta. Në këtë protestë kërkuan të drejtat edhe për pensionistët. Kërkojnë nga qeveria që sa më shpejt i rrit pensionet e në valvet me të punët, 10 vjetë të zilë,
dhe gjithë punëtorët që kanë kontribuar dhe kontribuojnë. Në Prishtinë këtë të njëjtë Federata Sindikale e punëtorëve teknik të sektorit privat të Kosovës ka kërkuar që paga në sektorin privat të rritet në 600 euro, marrëveshje kolektive, sigurime shëndetësore dhe gjykatën e punës. E shumë të tjerë nuk morën mundin të marrin pjesë në këtë thirrje, siç ndodhë rëndom. Qytetarë të shumë të zgjedhin që 1 majin ta shënojnë në parkun e Gërmisë si një lloj feste pushimi. Për të shkuar atje, komuna mori vendim që të mos lëvizte askush me vetura, por me autobus. Familjet u bën bashkë e për 1 maj u nisën për Gërmi. Në ditën e punëtorëve, kosovarët sërish zgjodhën këtë destinacion në kryeqytet për ta kaluar ditën. Në temperaturat e nxehta të majit, thonë se çdo vetë këtë ditë e konsiderojnë si festë. Vetë me modë s'ka se 1 muaj, se kjo gjithmonë e kena festu edhe i na dalë më knoq, edhe gjithmonë i na dalë, gjithë Gërmin e kena e para vend është Gërmia. Por ajo që qindra prej tyre po ju mungon është hapësira adekuate për të ulur. Po atmosfera shumë e mirë, po mungojnë që si karrika, banka, për më ullë njerës. Toka hala e ritushme. Ambienteve të gjelbra nuk i munguan as fëmijët. Në këtë ditë dori me shëtit e festojmë ka njëherë edhe kënaqemi shumë. Të njëjtën, komuna e Prishtinës ka marrë vendim që të ndaloj qarkullimin e të gjitha automjeteve në drejtim të parkut të Gërmisë. Këto përjashtim bën disa linja të trafikut urban, automjetet e policisë, Kfurit e Euleksit dhe ato të emergjencës. Kthemi në zhvillimet në vend, në brëm 2 persona sulmua një të mitur në fshatin Globoqic të Kaçanikut me styre që u përfshi në rast është edhe një polic, të cilin arrestoi inspektorati policor. U nis për të shkuar në punë, por përfundoi në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Kaçanik. 17 vjeçarit me inicialet B.L nga fshati Globoqic, rruga ju preh nga 2 persona mbrëmjen e së mërkurës. Ata ishin përgatitur për ta sulmuar fizikisht të miturin me të cilin në mesditë kishin pasur një fjalosje. Situata u përkëtsua ku në ngjarje u përfshi edhe një zyrtar policor i cili ishte prindi i një prej të miturve të dyshuar. Fjalosja në mes të miturve kishte filluar në kufirin në mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut derisa të rinjët po ktheheshin nga shkolla, nga ku i vijojnë mësimet në Tetov. Përpasoi i riu pësoi lëndime në kokë nga një mjet impret, por gjendja e tij është jashtë rrezikut për jetë, siç treguan nga QKMF-ja. Derisa i lënduari trajtohej, nga policia e Kosovës u marrën me të dyshuarit të cilët i arrestuan. Jo veç të miturit, mirë po edhe zyrtari policor i cili ishte i përfshirë në ngjarje u arrestua në ndyshimet për sulm fizik. Për këtë ka njoftuar Inspektorati Policor i Kosovës, të cilët thanë se polici ishte jashtë detyrës zyrtare. Hetuesit e IPK-s kishin pranuar informacione dje ku dyshohej se ky zyrtar policor jashtë detyrës zyrtare ka ushtruar dhunë fizike ndaj një qytetari të moshës së mitur, me që rast të njëjtit janë shkaktuar lëndime të lehta trupore. IPK-ja ka ndërmarrë veprime paraprake hetimore në konsultim me prokurorinë themelore në Ferizaj, pas të cilave ka dyshim të arsyeshëm që zyrtari policor ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor. Zyrtari i dyshuar është arrestuar dhe me akt vendim të prokurorit i është saktuar masa e ndalimit për 48 orë. IPK i ka rekomanduar policisë së Kosovës suspendimin për këtë zyrtar policor, ndërsa të shtat ka kontaktuar me familjen e të lënduarit, të cilët kanë thënë se këtë punë do ta lënë në duart e drejtësisë. Familjarët e të dyshuarve nuk kanë pranuar të flasin lidhur me këtë çështje. Po në Kaçanik, policia e Kosovës ka njoftuar se këtë të njëjtë është gjetur 54 vjeçaria që ishte zhdukur. Sipas policisë, ajo është në gjendje të mirë shëndetësore. Operacioni i kërkimit është realizuar në bashkëpunim të ngushtë ndërmjet njësive policore, shoqatës së Kosovës për kërkim shpëtim, forcës së sigurisë së Kosovës dhe qytetarëve vullnetar. Në teren janë përdorur dronë me kamera termike dhe pajisje të posaçme për terene të vështira. Drejtoria rajonale e policisë në Ferizaj shpreh falënderim të thellë për gjitha ekipet e përfshira dhe për qytetarët që kontribuan me përkushtim në gjetjen e personit të zhdukur, thuhet në njoftim. Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës ka vendosur që ta ndryshojë vendimin e gjykatës themelore të Gjakovës dhe të lirojë nga paraburgimi 4 serb të cilët ishin arrestuar në fillim të muajit prill në qytetin e Gjakovës. Në vendim të Gjykatës Supreme të publikuar nga
Gazetari Krishti Gashi thuhet se ndryshon vendimi i themelorës dhe me datë 30 prill është urdhëruar lirimi menjëhershëm i 4 të arrestuarve Branko Rakic, Nemanja Vamovic, Pavle Kragovic dhe Milovan Stevic. Të njëjtit, Supremja thotë se do të mbronë në liri. Ky ndryshim i masës dhe lirim nga paraburgimi ka ardhur pasi avokatët kanë bërë kërkesë në Supreme për mbrojtje të ligjshmërisë. Ministri i Brendshëm Xhelal Sfeqlia në fillim të prillit me shumë pompozitet kishte dhënë lajmin se si janë arrestuar 2 grupe me serb, disa në Prizren e disa në Gjakov, disa prej tyre ishin liruar menjëherë. Vendimi i prokurorisë së Hagës që krerët e UÇK-s të mos lirohen nga paraburgimi ka shtuar reagimin ashpër të mbrojtjes. Në parashtresën e fundit, avokatja Jakub Krasniqi përmend dënimin e ish krerëve të UÇK-s. Jakub Krasniqi tashmë ka mësuar 4 vjet e 6 muaj ndalim. Ky privim i zgjatur i lirisë peshon në rënd kundër ndalimit të vazhduar, sidomos pas drejtës themelore për qeni papajshëm i supozuar dhe gjatësisë së jashtëzakonshme të kohës të cilën ai tashmë ka vuajtur pa dënim. Ndalimi është përjashtimi, jo rregulla dhe duhet të jetë masë zgjedhjes së fundit. Ndalimi i vazhduar i zotrit Krasniqit në këto rrethana mund të perceptohet si dënimi preliminar që bie ndesh me prezumimin e pafajësisë dhe do t'i minojë mu të drejtat që e formojnë themelin e një gjykimi të drejtë, thuhet në parashtresën e mbrojtjes së Jakub Krasniqit. Për këtë ka reaguar edhe organizata veteranëve të luftës së UÇK-s. Sipas kësaj organizate, deklaratat e ekipit mbrojtës që paralajmërojnë përgatitjen e dënimeve të tjera nga prokuroria në Hagë kundër krerëve të UÇK-s, forcojnë bindjen se procesi gjyqësor ndaj tyre nuk ka si qëllim zbardhjen e së vërtetës për ndëshkimin politik të figurave udhëheqëse të luftës çlirimtare. Edicion informativ të kësaj të enjte 1 maj, gjithë ju që na ndoqët për të informuar, faleminderit, ndërkaq që kujtoj që gjatë gjithë kohës keni Gazetën Ekspres me lajmet më të reja dhe në kohë reale. Mirëmbëjtje.